emision mundësohet nga Dentalmed Austria dhe Elixens. Arber Dervishaj është sot në pjacë për merit të tij. Por ajo që nuk dini është që përpara se të fillonte ky program, ka qenë i pari që unë e kam kontaktuar se do ishte pjesë e këtij formati. Faleminderit që erdhe. Është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Si u ndjeve kur të morën telefon? I emocionuar. Nuk e prisja dhe kisha një lloj emocioni, me thënë drejtë. Kush je ti në të vërtetë, Arber? A je sipërmarrës, a je i njëri që prodhon thjesht reklama, a je i njëri që bën ndërmjetësime, a je një sipërmarrës, çfarë je? Termi sipërmarrës ka të bëjë me marrjen e riskjeve. Riskun ka marrë, kështu që deri diku mund të quhet. A di si e bën ti? Është një video, Po. edhe ishte në gjyq, edhe gruaja i thotë që ky më ka gënjur, i thotë, se më tha që jam biznesmen. I tha gjyqtarja, po ti tha, i ka thënë jam biznesmen, pa gjenë biznesmen? Edhe ai tha, unë tha punoj në një biznes ta. Men jam, tha, burr, kështu që je sipërmarrës dhe risi ke marrë vërtet. Por jo të gjithë bien dakord me atë që bën ti. Disa janë pro, disa janë kundër, besoj nga të paktët që i ndan pothuajse 50 me 50. Në fakt si ndihesh kur i dëgjon të dyja palët? Jo, unë ndjem keq në momentin që më injorojnë. Pra, armiku im nuk janë komente negative apo mendime negative, për aq kohë sa në jetën reale munduhem të jem korrekt me njerëzit që më rrethojnë apo që kam marrëdhënie profesionale apo marrëdhënie private, për aq kohë sa jam korrekt me ta, për mua interesi është që të kenë një mendim për mua. Edhe armiku im më i madh është injorimi. Nëse do të hiqnin rrjetet sociale, çfarë do ishte sot një njeri si ti? Po për shkak mund të isha një komentator sportiv. Mund të isha një shofer kamioni. E rëndësishme do ishte për mua liria, që me të cilën unë do kërkoja ta luftoja që ta fitoja. Liria dhe kreativiteti, pra këto janë bazat, të cilat mund të zhvillohen në botën e jashtme në forma të ndryshme. Liria financiare apo liria në çfarë forme? Padyshim dhe financiare, që është sepse në sistemin që ne jetojmë, liria financat japin liri. Por edhe mos pasje kufizime në veprimet që bëj, pra kjo është pak a shumë ajo pjesa që unë do këmbgulja. Të jemi pavarur dhe të vendos në punë kreativitetin. Ti tani je pjesë e botës së marketimit. Po. Dhe si nisi e gjitha? Ka qenë një moment që është bërë një reunion midis ne pjesës së shkollës, se unë kam bërë për financë. Në Tiranë? Në Vlorë, në Universitetin e Vlorës. Edhe në biseda e sipër, thoshte njëri unë kam mësuar të bëj këtë program, di të bëj mirëmbledhje zbritje, jo ato thoshte pjesa e teknologjisë. Pjesa e programeve kompjuterike. Njëri thoshte unë e kam rrogën 1.200.000, më arriti 200.000 lekë pronari. Ja, thjesht. Edhe unë ishte një moment që ishte ngecja imja, dhe thash me vete. Ndërkohë unë e kisha nisur si projekt. Thash vetes, nëse ka një gjë që mua ka për të më shkoputur, ka për të më diferencuar, ka për të më dhënë sukses, është që unë të përqendrohem tek kreativiteti, i asaj që e kam nisur. Pra, kjo ishte mezi i historisë, fillimi i historisë. Unë kam punuar si ekonomist. Kam dashur gjithmonë. Ku ke punuar? Në një firmë ndërtimi në Vlorë. Në Vlorë, privat. Po, privat, po. Kjo ka qenë puna jote e parë. Po, mbas shkollës, sepse si gjithë tjerë kam marrë. Para shkollës ku ke punuar për herë të parë? Për herë të parë kam shitur në Kuzumbaba. Çfarë shisi aty? Kisha një peshore dhe fruta e destinës. S'do të them fiq se as shalqit. Po ama frutat e destinës që unë se kemi shtëpi private dhe ishi si atje. Dhe nuk kishte të bënte me fitimin, por kishte të bënte me atë që unë fitova. Pra jo me lekun, por me faktin që unë nxora lek. Unë bëra diçka. Edhe diçka të vlefshme për vete dhe për familjen. Po, dhe ndihesha krenar. Njëri që ti po sillje një vlerë të shtuar dhe një dobi familjare. Edhe vlen të theksohet që nuk ato, nuk e di, 20.000 lekë, 50.000 lekë, 30.000 lekë që nxirja, sidomos të enteve në Kuzumbaba, një zonë e Vlorës, nuk mbaj asgjë për vete. E them shumë sinqerisht, ja dorëzoja mamas, thjesht për t'i thënë që shiko ç'a bëri djali jot. Shumë mirë. Dhe si shkoi pastaj që ti vendose që të hyje në këtë botë që je sot? Shiko, përpara se të futesha në këtë pjesë,
sepse siç e thamë më parë, ishte kjo pjesa e shoqërisë. Shoqërisë një fakti me rock nuk mjaftohesha, nuk edhe fillova të merresha më pas me pjesën e shitjeve. Kam punuar me panele diellore. Njëkohësisht kam bërë një punë, kam tentuar të bëj ndërmjetës me import-eksporte. Dhe kjo ka qenë, është e parë që e them dhe piknisja e të gjithës. Pra siç bëj ndërmjetësi me prona, duke qenë se kam pas eksperiencë jashtë shtetit, thash me vete. Ku ke pas eksperiencë? Në Austri, në Vjenë. Thash me vete, unë territorin e Europës e një, sepse filloja të orientohesha mirë, filloja të përdorej internetin, unë do gjej firma shqiptare që eksportojnë, do bëj lidhjet dhe do kërkoj përqindjen time. Rezultoi një gjë jo e suksesshme, si gjë. Dhe unë detyrohem... Sepse firma shqiptare nuk e kanë këtë kulturën e pagesës së shërbimit të ndërmjetësimit. Nuk e kanë. E duket sikur po japin lekët kot. Duket sikur po japin lekët kot. Edhe mundi që funksionon të nxjerrin jashtë loje, sepse nuk mendojnë që personi në fjalë, unë siç gjeta këtë klientin mund të gjej edhe 10 të tjerë. Sepse nëse e ke si aftësi atë mund ta zgjerosh. Dhe doli nuk e kemi në kulturën tonë. Këtë gjë. Që të paguajmë për shërbimin e ndërmjetësimit. Ne aty që na i sjell një picë ke shtëpia, jemi gati të japim bakshish më shumë se pica vet, por shërbimin e ndërmjetësimit, qofshin për agjencitë imobiliare, për agjentin imobiliar, qofshin për ndërmjetësit e bizneseve, siç ishe ti dhe siç tentove ti, nuk duan ta njohin se nuk duan ta njohin. Provova një herë, nuk eci. Provova 2 herë, nuk eci. Ndoshta edhe një herë ishte faji blersit, një herë nuk u mor vesh shici dhe erdhi një moment që edhe financat mbaruan, shteruan. I ndodhur në mes të Vjenës, rikthehem sërish tek një mënyrë analoge të nxjerrit para. Që ishte? Baushtella. Ndërtimi. Pak a shumë e di zanatin e bojës dhe u riktheva sërish të punoja në ndërtim. Në Vjenë. Në Vjenë, për të siguruar ato mbijetesën dhe të paktën të hiqja me janë 2.000 euro, 3.000 euro, që edhe po u ktheva këtu, i kem. Kishe diçka për të ristartuar. I thash një ide atij pronarit që unë punoja, një shqiptar i Kosovës, i thash, ore, se ishte një moment kishte ngelur pa puna ai. Ore, po sikur të bëjmë video në TikTok. Bëjmë video, unë do të jap një sugjerim, tip bëj video në gjermanisht. Ajo video shkoi, u bë virale, bëm dhe një tjetër, shkoi dhe ajo virale, të dyja mbi 200.000 shikime. Me çfarë koncepti ishte? I thash thjesht trego kuriozitete rreth bojës. Trego kuriozitete rreth bojës dhe në fund të videos bëj reklamën. Thuaj, dhe ju nëse keni nevojë për shtëpinë tuaj, më merrin telefon. E gjitha kjo në gjermanisht. Rezultuan të dyja videot mbi 200.000 shikime dhe atë mbasi u ktheva nga puna në supermarket, nuk e di si, ndoshta është mister, i thash vetes, unë nuk e di si do merrem me rrjetet sociale, do ta gjej rrugës. Unë atje kam hapur telefonin, kam shkuar te aplikacioni, kam prerë biletën e kthimit. Kur erdhe në Shqipëri, si e vazhdove këtë gjë? Si e startove këtu më mirë dhe vazhdove idenë që kisha atje? Shiko, siç thuhet shpesh, dështimi është, pra e supozojmë sikur pjesa e ndërmjetësimit me import-eksporte quhet një dështim, por në fakt realisht jo thjesht në ajër ishte një mësim. Pse? Po nga dështimet mëson. Po. Se nga suksesi s'mëson asgjë. Merr vetëm kënaqësi. Ishte një moment, pra në kohën e mësimit, unë mësoj edhe doganave, ligjeve, por njëkohësisht ka qenë edhe dikush, një person online që unë digja këshillat, gjë që është e vlefshme edhe për real estate-in dhe për jo vetëm është edhe ndoshta një ditë kam për ta shtjelluar si koncept bazuar te kjo ide dhe ndoshta kam për ta bërë dhe libër. Ai thoshte, do të thënë ishte metoda buyer lead method. Do të thënë ti fokusohu tek blersi. Mos u fokuso të gjesh shitës. Shitës ka kudo. Gjithë janë shitës. Të gjithë janë shitës, të gjithë duan në shesin. Blerës nuk janë gjithë. Ti gjej blersin. Pastaj janë edhe faktorë të tjerë. Për shembull, erdha në Austria. Mua dikur më kishte një kompani, kemi parë në rrjetet sociale sepse unë ndërkohë bëja video, po jo reklama. Thjesht kisha prezencë online. Më tha, kemi nevojë për një social media manager. Unë i thash jo sepse kam angazhime. Me shpresën se ajo ishte akoma dritë jeshile, unë i shkruaj mbas 2 muajsh, përshëndetje, mund të bisedojmë. Të interesuar. A jeni ende të interesuar. Dhe fati bëri që ishte akoma drita jeshile dhe unë futa. E nisa për të dalë me kullaro, me xhaket dhe do merresha vetëm me gjëra elegante, gjëra të bukura, shiny object, që quhet
Edhe rezultoi që mbas një jave, 2 jave, një muaj ngela edhe pa paguar qira, në kuptimin në limite. Ngela pa buk. Kush ka qenë video e parë që është në stilin aktual dhe që të bëri ty të kuptoje që ky është stili jot. Dhe këtë pëlqen njerëzit dhe kjo të jep ty mundësinë për të arritur qëllimin tënd. Ishte një tokë për të reklamuar. Shkova atje, rrugës në makinë, në autostradë, po mendoja si ta bëj virale, si ta bëj virale, si ta bëj virale, si ta bëj virale. Po e imagjinoja një tokë, atje tokë bujësore, si ta bëj virale. Ndërkohë isha edhe vetëm. Edhe e supozoj po më kam atje pronarin e pronës që po më ban telefonin. A thash me vetë, unë do ta bëj. Do ta qelloj me gur atë pronarin. Dhe fillon videoa. Mere se ke okazion. E qelloj me plisa unë. Edhe sa plisa dalin dhe bukur në kamerë sepse kapin. Shkojnë drejt atje. Shkojnë drejt. Duke qenë se sot po ta bëja si video mund të shkojë 100.000, 200.000 shikime. Po atë kohë shkonte 500-600.000 sepse ishte gjë skandal, gjë e papar më para. Ajo video plasi mbi 500-600.000 shikime. Derimisht pastaj një video tjetër ishte që u vara me kokë poshtë, që pa të kthim patentash gjermane. Dhe pastaj mori drejtim ajo. Dhe pastaj erdhi varri. Ajo ishte që jam i tort. Ajo ishte që më fjalë. Ma tregoj çik si të shkoi ideja që tysh edhe dalsh nga varri. Mos gaboj, unë e kisha menduar si ide më përpara, edhe thjesht doja ta përshtatja me unë e kisha ndar mendjen që ato video do ta bëja. Edhe pastaj ajo do të ecë në të kundërtën. Fiks. Edhe ecë kundër rrymës. Dhe rezultoi e suksesshme. Ajo e ka dhënë shpërthimin e parë të madh? Po, edhe diçka. Sa arriti? Shikueshmëri. Po duke qenë se ate kanë shpërndar shumë edhe faqet e tjera me miliona. Po. Cili ka qenë dështimi yt i parë? Pavarësisht se ti e filluan të ketë shikime, etj ti ke pas një dështim të parë edhe pas kësaj. Shiko, dështimi im që mund të quaj ishte ky, pjesa e ndërmjetësimit. Po. Kurse këtu pastaj filloi vetëm ti ndoqe instinktin dhe ti kuptove që kjo është linja jote. Kjo është ajo për cilën ti ishe duke kërkuar. Çfarë është më e vështirë, të krijosh një produkt të mirë apo të tërheqësh vëmendje? Po unë do të ndaja në 2 aspekte. Aspekti i afatgjatë dhe afat shkurtër. Për afatgjatë kërkohet produkti. Një produkt i mirë, rrjedhimisht edhe me një marketing disi të dobët, nëse e ke mundësinë si biznes të mjetosh kohës, do dalin në pa. Por marketingu të jep një shtysë të madhe. Çfarë shet ti në të vërtetë? Le ta themi që viralitetin. Ky është produkti yt. Po, viraliteti. Pra shikimet. Cila ka qenë ai produkt, ajo video që të ka sjell më shumë të ardhur deri tani? Po pra video me varin, video që tham, për dalë shifra shkojnë të ardhurat mbi 6.000 euro në muaj. Më shpjegoj një gjë. Po. Kam parë një postim tëndin me prindrit. Po. Dhe unë e kuptoja nga fotot që ata ishin shumë krenar për ty. Po. E pristin? E prisnin. Dhe është që prindi ka merak. Dhe kur shikon këtë presion të lartë, ka pasiguri. Së fundja do më të mirën prej fëmijës së tij. Do që të jetë mirë, por e prisnin. Sa sekonda duhen për të tërhequr vëmendjen dhe për të bërë viral? Nuk është thjesht pjesa se dëgjoj shpesh që thonë kap 3 sekondën e parë. Po a shpjegoj, nuk është thjesht 3 sekondë i parë, sepse nëse ti bën një gjë shumë të fortë 3 sekondat e parë dhe pastaj kthehesh në normalitet, seriozitet, ti jep ndjesinë që ky mua po ma shtron. Pra nëse ti ke qëllim vetëm algoritmin, nuk besh. Por harron. Nuk besh. Vëmendjen sepse njerëzit e kuptojnë. Është njësoj edhe me YouTube-in. Në momentin që ti vën në atë pjesën në foton e parë, vën një foto shumë dramatike dhe hapet videoa dhe është diçka e thjesht, nuk takojnë pritshmëritë. Dhe në momentin që nuk takojnë pritshmëritë, krijohet zgënjim. Dhe zgënjimi të viral bësh me intuit apo i programuar që përpara që unë do të bëhem viral. Jo, ka strukturë. Domethënë,
pjesë e parë e videove, si long format dhe short, është ti tërheq vëmendjen. Që e tërheq ose me duke çluar dopamin, pra, ose duke dhënë kënaqësi, ose duke ngjallur kuriozitet. Pastaj fut një informacion, një teknika apo një element të reklamës. Kur e shikon që bie ritmi, kalon prap në tërheqje vëmendje. Sepse faktori më i rëndësishëm në viralitet është watch time, koha e shikimit. Sa më gjatë të ndiqet një video, sa më shumë të rishihet, aq më virale bëhet. Dhe rrjedhimisht pastaj ka të bëjë me like-et, me share-et, me komentet, po ajo indikatori bazë është watch time, koha e shikimit. Ke refuzuar ndonjë ofertë të çmendur, ke thënë jo. Nuk vlen vetëm parat. Padyshim, janë pjesë, siç e thamë më përpara, pjesë e produkteve jo të lishme, produkte me natyrë seksuale, se kam pasur oferta të tilla, produkte. Si ka qenë kjo produkte me natyrë seksuale? Po sex shop. Hajde tani reklamojmë tani, shek. Është diçka që s'e bidot, nuk ka është pjesa e. Po për së dhe paliqme çat kanë ofruar për të reklamuar? Ishte një në Kolumbi. Që tek prefiks, ndoshta e kam paragjykuar. Ishte shqiptar? Po, me prefiks Kolumbie. Po. Kam nevojë të bëjmë reklam bashkë. Edhe 2-3 raste të tilla kështu. Ndoshta ka qenë paragjykimi imi që ti e lidhe Kolumbia, narkotrafiku, droga dhe the vlla, po mirë që këtu. Se ai tha kërkon. Po mbase bënte biznes të lishëm, apo s'ka. Ndoshta ka qenë gabim, po ai tha do bëj një video kërkojnë punëtor. Tani thash me veten, nuk e zgjata shumë. Kush është projekti yt afatgjatë në këtë fushë? Shiko, lidhur me ekonominë e vëmendjes. E para njëherë rikrijimi i vetes. Të shfaqesh në dimensione të tjera, jo thjesht një si personazh siç janë shfaqur, por në dimensione më të gjera, më të ndryshme, por me të njëjtin sukses. Dhe zmadhimi i kësaj gjëje. Kur kuptove që ti hyre tani dhe sa ka qenë numri më i madh brenda 24 orëve që të shtrit i ndjekësave? Ditë them është një video që ka shkuar diku te 4 milion shikime tani, 3.5-4 milion shikime. Po, ndërsa ishte me real estate. Ishte një video në Durrës, shitet apartamenti me pamjen atleti, 50.000 euro. Shikoni sa të mirë e keni, i ke mobiluar, i keni të gjitha kushtet. Po në fakt ishte 50.000 euro? Ishte një truk? Dalim te watch time-i. Po. Na sekunda 40, ore ju vërtet mendoni 50.000 euro. Tani ja ti shikoj vet thashun. Kaq kushte të mira. Këtë pamje, këtë pozicion. Ore ti vet të bën se më të japësh 50.000 euro për kaq. Është nuk ka sens. Pra, ti fol me pronarin, merr vesh vetë për çmimin, edhe numër telefoni i pronarit. Pra ajo video ka shkuar shumë, se ndoshta se ti jeni edhe sa shitej në të vërtetë? Bëj fjalë për mos ka bëj 300-350.000. Po a ishte kjo një gënjeshtër e bardhë apo padyshim. Ishte pjesë e trukut për të rregjën vëmendje. Por ti në fund duke i thënë që ore vërtet mendoni dalim te 3 sekondat e para. Shikosh gabimi më i madh që bëjnë kur do dikush ta bëj këtë gjë. Ky është gabimi tipik. Shitet apartamenti 50.000 euro. Ha, bëra shaka, shitet 300.000 euro. Pra ti duhet ta vazhdosh tash. Duhet ta vazhdosh që edhe zbutja të jetë pa u kuptuar, që në fund i videos fillon zbutja. Po mos e thuaj direkt që në fillim sepse krijohet zhgënjim tek audienca dhe ti injoron pastaj. Ka një përpjekje nga ana jote për ta bërë inteligjente përveç se virale pjesën e marketimit, kam parasysh për shembull një nga marketimet më interesante që un kam parë vet, ka qenë për kur që fillonte kështu. Le të themi bosët e Apple-it, Steve Jobsi me filanin, e filluan nga garazhi dhe sot kompania e tyre vlen kaq trilion në treg. Filan Fisteku e filluan nga garazhi dhe sot kompania X e tyre vlen kaq. Filani dhe Fisteku e filluan nga garazhi, në fund investoni në garazhe. Ishte një reklam garazhesh. Po pra, dalim te koncepti i asociimit. Pra ti asocion. Është njësoj po ti vësh fansat e Messit kanë taka Adidas. Fansat e Ronaldo si kanë Nike. Në përgjithësi, apo ata që kanë mundësi zgjedhje. Sepse ti e lidh, e asocion
historinë e garazhit me shitjen e garazhit, me historinë e Steve Jobsit, pra ti bën asocim Steve Jobsin me garazhin. Po. Dhe kjo është nga konceptet bazë në marketing. E ke menduar këtë gjë që do duhet ta futesh edhe në këtë linjë, pra në linjën e dhënies së mesazhit, Padyshim. të watch time-it, të viralitetit, të 3 sekondshit, Po. të algoritmit, por edhe tek mbetja e një mesazhi që asocion atë me një gjë të madhe dhe ti thua, okay, s'ku i ka shkuar mendja. Shiko, vetëm se është diçka aktualisht në këtë moment, se kjo ka të bëjë me punimin në mënyrë afatgjatë me një biznes apo me një projekt. Pra, ti punon me brandin, rritjen e brandit. Aktualisht ajo që unë bëj, unë shpërndaj një njoftim. Shitet biznesi, po. Dhe mesazhi është merren telefon pronarin. Ti bën zhurmë, do të thotë që Për t'i çuar ata ke pronarin. për ta çuar, po. Pra, Po pse se bën ose a e ke për ta çuar tek produkti? pra, kjo është një strategji tjetër për të ngritur një brand, një markë, përdor strategji tjetër dhe ka të bëjë me besueshmërinë. Sepse tani ti thjesht bën atë rëmujën, bën atë skandalin, atë anormalitetin për të shpërndarë një njoftim. A ndjek ti video virale për tu frymzuar, Padyshim për është. tu ngacmuar, për të shkuar dhe ti tek një gjë e përshtatshme, por që ka ato Shiko. elementet e kësaj video virale në Unë më hapësirat shumë planetare. mundohem të shikoj këto mënyrë se si punojnë të uajt. Pra në ana mbrapa skenave, si marrin ideat, si frymëzohen, si ajo ana mekanike që si mund të bëhet më virale videoja. Jo thjesht Një nga më të famshmet është në një film, Po. besoj duhet ta kesh parë, që shkojnë këto mafiozët për blerë një makinë. Po. Edhe Shitsi është një nga ato aktorët e njohur, edhe bënte shitsin e makinave të asaj pikët. Dhe nuk po jam ushte dot mendje, pastaj e kuptoi, tha, jo, tha, i hap kafën nga mbrapa, hyri brenda për t'i treguar atyre që për atë qëllim që doni ju, në këtë rast pengmarrjen për shembull të dikujt, etj, ato thonë, po, tani e marrim. Edhe kjo është pjesa ku ti e përputh. pra si Duhet punosh kështu, besoj. Duke parë filma, duke parë video virale, duke parë video me koncept. Shiko, po të jap një tjetër shembull të atij që unë frymëzuar në fillim dhe ka model Mr Beast quhet, është miliarderi i parë I YouTube-it. i rrjeteve sociale, përmes rrjeteve social media. Pa. Pika e tij, nëse për mua pika e me këtë ishte ajo varja me kokë poshtë apo Dalje nga varri. dalje nga vari, ai imagjino thjesht të bësh një video, të numërosh nga 1-shi në 20.000 më duket në 5.000, të numërosh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, edhe video të jetë 5 orë video, duke numëruar, konceptuala. Dhe ajo video të krijojë të ardhurat, saqë dikujt i duhet një jetë e gjithë të punoj në një punë të thjeshtë për të realizuar ato të ardhura. Çfarë është marketingu për ty? Për që jemi prekshëm. Ta shikojmë si biznesin ta shikojmë si një ekip futbolli. Është pjesa e mbrojtjes që ka të bëjë me kontabilitetin, financa mes fusha që vendimarrja. Marketingu është pjesë e sulmit. Shitja është nënçi në koncept. Pra marketingu ka të bëjë me finalizimin. Teorikisht është i gjithë procesi nga lëndja e parë deri në shitje, po ka të bëjë me finalizimin. Me shënimin e golit. Për çfarë bëhet loja? Pra të vazhdojmë Pra paralelisht. kishte edhe kampionatë botëror këtë verë, Po. gjithë loja bëhet për golin. Gjithë loja bëhet për golin. Pse blen njerëzit? Shiko, janë shumë faktorë. Është faktori emocional, është faktori logjik, është faktori. Pra, e para njerëz janë këto nevojat e përditshme, plotësimi i nevojave të përditshme. Sigmund Freud thotë që janë dy motivuesit kryesorë që kanë njerëzit. Është dëshira për vëmendje, dëshira seksuale. Por njëkohësisht është dëshira për të fituar, dëshira për të mos u humbur, siguria, pasiguria, janë elemente. Statusi. A blet nga emocioni apo blet nga logjika? E thon shumë që blet nga emocioni dhe unë besoj se është e vërtetë. Çfarë nuk do të bëj kur një marketier? Për të dalë prapë te futbolli, të lozi sigurt. Marketieri duhet të jetë gjithkohës në eksperimentim, të bëjë diferencën. Çfarë raporti duhet të ketë besueshmëria me viralitetin? Afat shkurtër është viralitet. Për të ngritur një biznes afat gjatë duhet besueshmëri, por edhe viralitet.
kur bëhet marketingu manipulim? Ashtu si dhe në ndryshimin midis bindjes dhe manipulimit, diferenca qëndron tek pasoja, tek produkti. Nëse është produkti mirë, është bindje. Nëse është produkti keq, quhet manipulim. Çfarë ke kuptuar ti nga algoritmi që tjerët se kanë kuptuar akoma? Algoritmi nuk është një robot i frikshëm që nuk algoritmi jemi ne njerëzit që zgjedhin të shikojmë një video apo mos ta shikojmë. Pra, studimi i algoritmit do thotë që duhet të studiosh psikologjia njerëzore. A është algoritmi ti është vetvetja? Sepse po fillove ta mendosh, atëherë ti nuk je më vetvetja, edhe si je më origjinal. Është një ndërthurje e dy e faktorëve unik që ka njeriu dhe kësaj formulave se si mund të bësh viral, pra tërheqje vëmendjes e vazhdueshme. A e vendos algoritmin se kush fiton sot? Deri në një farë pike, sepse është shumë e rëndësishme ta them që bëhet një luftë midis Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, kush do të thithë sa më shumë vëmendjen. Dhe rrjedhimi është një algoritëm shumë i sofistikuar. Cila nga videot të ka surprizuar më shumë, që nuk e ke pritur, por që ka marrë shumë herë më tepër se sa? Intervistat një, pjesa që të thash, ajo videoa që u bë shumë virale me apartamentin që nuk e prisha të shkonte ai shumë, janë këto lloj videosh. Pastaj videot që duket që janë jo normale, dihet që do ecin. Po janë disa video që edhe diçka me që jemi videot që ti për shembull e thua një super mundësi, super pron apo biznes në shitje, ti e bën prezantimin, e thua dhe çmimin që është shumë i mirë, por në fund e thua që ndodhet në Ballsh, në Patos. Edhe ti bën njerëz kurioz. Më ka ndodhur, ka shkuar mbi 2 milionë shikime videot që ti thua super mundësi, 60.000 euro, 70.000 euro. Shikoj sa e madhe është Ballsha, shikoj sa është e madhe shtëpia, dhe në fund të videos ti thua ndodhemi në Ballsh. Merë telefon pronarin, e ke super mundësi. Pra ti, se dikush e shikon në këtu në Tiranë, dikush e shikon në New York, 60.000 euro pasoja, nuk është se ti e thua, ti je korrekt, por ama e thua në fund. Po ka rëndësi se kur e thua. Cila nga videot ka qenë dështimi më i madh? Dështimi më i madh kanë qenë videot që nuk janë transmetuar. Vetëm këtu mund të quhet dështim. Sepse nëse një video nuk ecën mirë, okay, ti mund ta rregullosh atë, mund ta bësh sërish. Por në momentin që fshihen videot, ajo është dështim. Edhe ka ndodhur disa herë, sidomos videot që kanë të bëjnë me persona të tjerë. Sa videot janë fshirë? Po diku te 10 cop. Po kanë qenë super video. Të vjen keq për në njëra nga ato veçanërisht? Për mos për të gjitha. Po pse? Për shembull, ishte një rast, ishte njëri ajo ishte super marketing që ati biznesi mund t'i përkthej në një shumë të madhe lekësh. Sepse ishte vazhdimsi videosh. Ishte në fillimet e mia, ishte një mekanik. E kishte një punëtor atje, tani atij punëtorit ne do t'i gjeni nuse. Edhe ai do kalonte në disa. Po qëllimi ishte nusja apo ishte biznesi? Ktu është e bukur, sepse ai është ide për nuse, ne do t'tregonim që është i aftë. Është romantik, është edhe i komunikueshëm, përdor dhe kompjuterin, pra u bë një tip mini seriali që ai tregonte gjithë cilësitë e tij të mira, që ishte i aftë për të gjetur një nuse të mirë. Por njëkohësisht ishte punëtori atij biznesi. Po nuse gjeti? Unë vë bast që nëse ajo do të vazhdoj, ai do kishte pafund kërkesa. Për nuse? Për të gjitha. Për biznesin. Atë ka bërë dikush që ti realisht e vlerëson, pa pritur një kritik e cila të ka vletur dhe të ka ndryshuar? Mua në gazetarim ka ndodhur me Fatos Baxhaku. Po. Ishte kryeredaktori një gazete konkurrente me ne, për shumë dashamirës i imi, dhe takohemi tek Bar Westi, ke Fideli që i thoshim ne ke parë Gurinia, edhe hare qa ban, thamo, duke imitu të folmen e origjinës ti, Elbasanlije. Të shumë puni, të shumë, ja, tha, këto ke 2 muaj, tha, që si e ma i Fredi, tha, e tjerë. Dhe unë për 2 muaj të tjerë u zhduka, dhe nuk u pash më tek ai bari, derisa e ndjeva që isha gati të shkoja prapë përballë Tosit, të pija kafen, që ai thoshte po ti je ai që kemi parë dhe kështu ndodhi. Shiko se do duket sikur na që është kamera ndezur, po ju kur keni thënë e keni thënë disa herë,
Mbaje pjecën lart për mua ka qenë një këshill që unë e kam marrë nëpërmjet rrjeteve sociale, unë e kam marrë si një këshill shumë të vlefshme. Që ta mbash pjacën lart. Po, se sido që të jetë, po e mbajtë lart pjecën. Pra ka qenë një nga gjërat që më kanë ndikuar, sidomos në rrethanat që jam unë që ndonjëherë u mbet në atë rutinën. Pra, thirrja ime njerëz mbajeni pjacën lart, ka vletur të paktën për Arbër Dervishi. Prandaj e nisa fjalin duke thënë që nuk është se në fakti që janë kamera ndezur, por është e vërtet. Kush është kufiri mes kreativitetit dhe egzagerimit? Por është ja pjetë e gatimit, në momentin që ti hedh shumë ingredient, shumë erza, shumë bet diçka shumë e rëndë. Pra, ti mund të bësh një normalitet, po jo të egzageruar. Dhe kjo është njëkohësisht dhe njëra kritikat që mua më bet shpesh, që egzageron me ngritjen e zërit, me agresivitetin, pra. A je gati të bësh çdo gjë për vëmendje? Padyshim që jo. Padyshim që jo, sepse janë disa, siç e tham në fillim, ato vijat e kuqe, ato zonat e minuara që nuk shkelen kurrë. A mund të shitet çdo lloj produkti, mjafton që ajo të marketohet mirë? Dalim sërish, si janë konceptet bazë. Sepse në gazetari, po, një shoku jon, Edmond Laçi, gazetar shumë i mirë, sot është në Kinë, për shkak të rrethanave familjare, se ka vajzat atje që njëra prej cilave me sa di ka mbaruar studimet. Thoshte që mund ta marrësh shishen ta bësh lajm dhe mund ta marrësh lajmin ta bësh shishe. Shiko, ndahet sërish në afat shkurtër dhe afat gjatë. Për afat shkurtër, përhapja e mesazhit mund të japi një efekt. Por në mënyrë afat gjatë duhet parë thelbi vlerave. Çfarë gabimi bëjnë bizneset shqiptare, biznesmenët shqiptar, sipërmarrësit shqiptar me marketingun, që s'pa e kuptojnë akoma? Kanë kompleks të dalin, për shembull të jenë ulur këtu ku jam unë, apo të hapin kamerën e tyre të telefonit, ta reklamojnë ata vetë biznesin e tyre. Është gabimi më i madh që bëjnë lidhur me marketingun. Dhe sa rëndësi ka në fakt brandimi personal sot? Kohën që ne jetojmë sot është një kusht, brandi personal. Po t'jap një shembull. CEO i Amazon, Jeff Bezos, ndër më të pasurit në botë. Nuk ka qenë atyr që ekspozoi ndaj kamerave, po e pa rrjedhën e gjërave, trendin e gjërave dhe së fundmi ka një prezencë të madhe online. Elon Musk është natyr që e ka qef vëmendje vet, e shijon si gjë, po Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e kanë kuptuar që duhet prezenca online, duhet krijimi një personal brandi. Krahas markës së tyre, duhet që edhe ata të jenë të njëjtur. Kur fiket kamera, kush është Arbër Dervishi? Shumicën e rasteve i qet dhe duke me menduar po unë çfarë po bëj. Kur e ka veten në gabim, apo duke menduar gjithkohë gjëra që kanë të bëjnë me si të jesh më shumë, si të bësh më shumë, si të kesh më shumë. Shumicën e rasteve. E ke menduar që për kaq kohë sa ke në treg do të ftonte Alfred Peza, Blendi Fevziu, Arian Çani? Thjesht janë fokusuar tek ajo që bëj. Dhe e kam shijuar si gjë, dalim prap, sepse më besoj që si gjykoj unë, ata që ndjekin këtë emision kanë për të kuptuar shumë. Nuk po them unë si të bësh milioner, se s'jam milioner vet, ama nëse më kanë ndjekur, mund të mësojnë se si të dalë nga zerua, të dalin nga të bësh dikush. Mund të shkëputen. Kush është sakrifica më e madhe që ke bërë në këtë rrugtim deri tani? Sakrifica më e madhe është kam humb njerëzit. Lidhjen me njerëzit. Jo thjesht në raporte. I humbet ti apo të humbën ata? Nuk e di, po ti të them që për shembull me familjen. Po shpenzoj shumë pak kohë. Tani tek shtëpia konkretisht babi është duke bërë disa punime. Gjë që në të shkuarën unë gjithmonë në këtë kohë unë e ndihmoja, se babi e ka dëshirë gjithmonë që ta përmirësojë shtëpinë. Ku është babi? Ku është? Në Vlorë. Është duke bërë disa punime. Unë, mund ta ndihmoj në mënyrën time, në mënyrë, po ama nuk jam aty prezent. Nuk jam. Mos është kjo që po bën ndoshta ndihma më e madhe që ti i jep atij? Po, financiarisht mundohem që ta ndihmoj, edhe pse ai s'ka nevojë, po unë mundohem. Po nuk jam aty. Jam bërë, ndoshta na që ka pasur presion të lartë kjo gjë që unë po bëj, që ndoshta tani është normalizuar, po kjo më ka bërë të jem shumë i ftohtë. Ti shkoj gjërat shumë njerëz janë larguar në kuptimin që kishin pasiguri. Tani disa njerëz afrohen sërish sepse shikojnë disa për interes dhe disa
Ndoshta thonë që ti nuk je më e arbri, Gjyshi im thoshte diçka që e thot populli, që e thon shumë. Si do të shkoj ashtu do të thon. Të eci mirë, të eci keq. Pra në fillim kur ndodhi kjo skandali u distancuan njerëz. Unë e nuasja, u distancuan. Pastaj çfarë skandali? se ishte akoma dilema ore ky është i shmendur, s'është i shmendur, bën vet. U distancuan. Kur po e shikonin që e gjitha kjo po formëzoi në formë, Si thonin, ai i arbri. por në momentin që po edhe kur po e shikonin që po formëzoi në mënyrën e le ta themi sukses, që edhe me shikoj se është puna ime është dhe e matshme, na videot na. Ore dale pak. Dale se ka diçka këtu që nuk që nuk na del llogaria. po që s'del llogaria. Edhe pastaj fillon prapë në afrimi. Po kjo gjë të bën që të jesh shumë pak emocional me njerëzit, të bësh shumë i ftohtë. Un kam një roman, Diamanti, i cili është një produkt që është gjëja më e fortë dhe më e çmuar nga të gjithë gjërat e nënës natyrë, dhe që prodhohet e shekuj me mijëra vjet për shkak të presionit. Dhe është produkt i presionit. Që do të thotë që presioni, ai që e përballon, arrin ta shndrojë një gjë më me vlerë. Ti e ndjen këtë gjë? E dua si gjë. E dua presionin. Apo akoma je në mes procesit? Jo, unë e Apo je dua. në fillimet e procesit? Unë e dua si gjë. Edhe kur unë realisht e dua. Në momentin që unë nuk kam presion, edhe nuk performoj mirë, edhe ndjem bosh, unë e dua atë presionin. Pra nuk je në formë nëse si je në presion. Ndjem shumë keq. Toni Schumacher, një ish portier i Gjermanisë, Po. të futbollit, dhe i kombëtarës, thoshte që kur e kam gjithë stadiumin kundër, atëherë jam më në formë. Po. A ke frikë se një ditë njerëzit shpejt, për shembull, do lodhen nga ti? Dhe Jo, unë e di po këto këtë gjë di. Jo, unë e pres i gjë dhe njëkohësisht mundohem që të rikrijoj veten. Padyshim se është çdo cikël. Çfarë mendon se do mbetet nga ti mbas 20 vjetësh? Mbas 20 vitesh. Po të thonë njerëzit kishte të drejtë budallaj. E ke menduar këtë? Po kështu. Apo ai budallaj kishte drejtë. Tek ujku i Wall Streetit, që luhet nga Leo DiCaprio, është një moment, një skenë që është shumë e famshme e filmit dhe është shumë virale në aspektin e marketingut dhe të shitjes. Kur i jep stirolapsin dhe thot ma shit të stirolaps. Unë tani do t'jap një shishe ujë dhe do them ma shit. Si do ma shesësh? I dashur shikues, më ndiqni me vëmendje sepse shumë e rëndësishme. Pyetje. Ke etje? Në këtë moment po, kam etje. Në këtë moment fillon procesi i shitjes. Nëse përgjigja do ishte nuk kam etje, unë nuk merrem me personat që janë të painteresuar. Kjo është baza, se njerëzit kur bëhet fjalë për shitje mendojnë është dikush që thot fjalë magjike, e hipnotizon dikë dhe shet. Absolutisht është e gabuar. Dalim prapë te koncepti të bëjë shile futu. Në fillim ne kategorizojmë me kë kemi të bëjmë. E para njëra është i përgatitur financiarisht, e dyta ka kërkesë për këtë gjë. Pra, momenti i parë është një blerësi më i thjeshtë, që është nuk ka nevojë ta bindesh, ai blen. Momenti i dytë është ai që është me dy mendje, pra është i përgatitur financiarisht, por është në dyshime, që ka pasiguritë, është dhe tjetri që është jo e madhe. Shumica e njerëzve merren me atë jonë e madhe, edhe e konceptojnë shitjen sikur ti po ta hipnotizosh tjetrin, të thosh fjalë magjike, ai e bleu. Në fillim bën pyetje. Në momentin që Pra është nevoja ajo që është nevoja është frika, dhe ti ç'a bën? Rrotullon thikën në plag. Atë nevojë që ke për etje e zmadhon si nevojë që këtu hyn bindja apo manipulimi. Po unë do thoya bindja në para që kosa në momentin që ky është një produkt i mirë, është ujë i mirë, quhet bindje. po edhe në film kjo është, i thot më shkruaj. Po. Dhe pastaj ai si do e shkruante nëse s'do merrte stirolapsin. Nëse edhe ky është edhe një dështimet që un kam bërë tek në fillim që e tham me import eksportet. Unë tentoja të bëja gjëra që nuk beheshin. Kur nuk ka kërkesë, mos se është koha në mes. Koha është e limituar, 24 orë është një ditë. Edhe ka që ka mos i shit akull eskimesëve.
Eksakt. Sa do I mirë, nuk është e kuqe atje, nuk është jeshile. Ose bëj. Nëse është një biznes që ka 0 aktivitet në rrjetet sociale dhe të merr në telefon dhe kërkon këshilla nga ti, kush janë 3 hapet e para që duhet bëjmë, ose cilat janë 3 hapet e para që duhet bëjmë, për të filluar aktivitetin dhe për të qenë këto rrjete të vlefshme për mua dhe produktet e mia. Është një që unë ja sugjeroj, por nëse do më dëgjoni mua, është kusht. Çdo biznes duhet të postoj të paktën një video në ditë. Posto çfarë të duash. Një video në ditë ti do ta postosh. Më vonë, 2 javë më vonë, 10 ditë më vonë, 1 muaj më vonë. Posta më shpejt të përshpejtohet, procesi aq më mirë është. Duhet të rrisësh eksperimentimin. Nga thjesht postimi I fotove e videove, duhet të dalësh me fytyrë. Sepse dalja me fytyrë, qoftë një person që del me fytyrë, krijon besueshmëri. Dhe deri në fund pasaj që ka të bëjë me eksperimentimin me algoritmet, që ti kupton se çfarë bëhet virale, çfarë nuk bëhet. Pra, është kusht që biznesi duhet të ketë prezencë online, është një must në anglisht. Do t'jap 10 milion euro që të ndërtosh një markë sot, por pa Instagram dhe pa TikTok. Si do ta bësh? Kokoshka dashurie, kokoshka. Nuk e di, ju e dini si historia atë kokoshka dashurie? Ne tregoj se unë e di, po tregoj për ata që nuk e di. Unë kam qenë shumë I vogël. Legjendat thonë që ai person ka një vil 3 kaça. Në atë kohë. Nuk e di është e vërtetë apo jo. Po shiko se tani sot e gjykoj ndryshe. E lidhe kokoshkat me dashurinë. Dhe bërtisë me të madhe. Kokoshka dashurie, në Vlorë. Kokoshka dashurie. Ai ishte një person e para njërë nuk gelte asnjëherë pa bukë, sepse bënte diçka të veçantë, të diferencuar, pra dalin prapë te vëmendja. Unë për dalë te pyetja, unë do bëja zhurmë në fillim. Do merra autopalant, pra nuk rrjetet sociale nuk ekzistojnë. Ja. Autopalant, daulle, jo violin. Në fillim jo violin, daulle. Sa më shumë zhurmë. Milet. Sa më shumë në mënyrë agresive. Por njëkohësisht punohet se shumë e rëndësishme me vlerën e produktit. Sepse mund ta krijosh zhurmën, por nëse nuk ke vlerë produkti, është diçka që nuk ka përtesur në mënyrë afatgjatë. Pra ti krijon zhurmë, njëkohësisht punon dhe me cilësinë e produktit dhe zhurma që krijon ty të kthehet në avantazh. Nëse produkti nuk është I mirë, të kthehet në disavantazh real. Por nëse ke produktin e mirë, bëj zhurmë në maksimum. Gjej çdo lloj mënyre për të bërë zhurmën maksimale. Thjesht mos harro limitet e ligjit dhe ato pikat kyçe. Bëj zhurmën maksimum, sepse në fund ditës ti justifikohesh me produktin, sepse produkti ka për të nderuar. Kemi ardhur tek pyetësori I pjacës, ku përgjigjet janë me po ose me jo, ose me një nga 2 alternativat. Talent apo disiplinë? E thon shumë edhe disiplinë, por unë them talent. Pse? Sepse ka të bëjë me lojën e avantazhit konkurrues. Në botën e brendshme, flasim në botën e brendshme, jo në botën e jashtme. Okay, produkt I mirë, talent apo marketing I mirë? Marketing I mirë afat shkurt, produkt I mirë afat gjatë. TikTok apo Instagram? Facebook. Cilësi apo sasi? Cilësi. Inteligjenca artificiale do ta ndryshojë marketingun, po jo? Padyshim. Më mirë 1 milion shikime apo 100 klient? 100 klient. Markë personale apo markë kompanisë? Markë personale. Më lehtë është të fitosh para sot apo 10 vjet më parë? Sot. Nëse pas 20 vjetësh njerëzit, pyetja e fundit, do të kujtonin vetëm për një fjali nga Arber Dervishaj. Cila do doja të ishte ajo? Dëgjoj veten. Dhe mos ju ndaj asaj çfarë dëgjon brenda vetes. Njerëz, mbajeni pjacën lart si Arber Dervishaj dhe do bëheni si ai. Mirupafshim.